Organizatat mjedisore tashmë edhe në Shqipëri ka një hapësirë ku mund të drejtohen për të ngritur bashkëpunimi me njëra tjetrën. Rrjeti i organizatave e ngona u realizua me mbështetjen e Lëviz Albania, duke synuar rritjen e eficiencës së organizatave që operojnë në fushën e mjedisit përmes funksionimit në rrjete tematike, Orsinika nga Ekolbeja ndau më shumë detaje duke treguar se qëllimi i këtij rrjetëzimi nuk ishte të bënin bashkë vetëm organizatat që kryesisht janë të përqendruara në Tiranë, por sidomos të rrjetëzimi i atyre që operojnë në rrethe. Përgjithsisht ato janë organizata të vogla me kapacitetet financiare dhe njerëzore të limituara dhe organizimi në rrjete është besoj një nga mënyrat për të rritur eficiencën e punës së tyre dhe për të rritur edhe amplifikuar edhe zërin kur vjen puna për çështje sensitive për cilat ato punojnë. Kështu që ka qenë një iniciativë e ndërmarrë për shkak të situatës, për një analizë e situatës, si adresojnë dhe ku në çfarë niveli janë organizatat e shoqërisë civile që operojnë në fushën e mjedisit në rrethet jashtë Tiranës dhe pastaj është punuar me to për t'u afruar në rrjete tematike, për t'u afruar sidomos me njëra tjetrën për të qenë partnere të njëra tjetrës më tepër se sa satelit të një organizate umbrell që mund të jetë në Tiranë. Rrjeti e ngona ju jep mundësinë të gjithë organizatave mjedisore për të qenë pjesë pasi është ndarë në fusha interesi sipas tematikave. Organizatat që veprojnë në fushën e mjedisit dhe mjedisi është shumë i gjerë si fushë, cila ka specifikat e veta, ka organizata që janë më të prirura ose misioni tyre është më afër ruajtjes së natyrës, florës, faunës, ruajtjes habitateve, ekosistemeve. Ka organizata të tjera që operojnë më shumë në fushën e mjedisit urban, që punojnë për zhurmat, mbetjet, ndotjet, siç ka organizata të tjera që punojnë më shumë me ndërgjegjësimin, apo të organizata që janë më të specializuar në fushën e politikave mjedisore. Kështu që e parë në këtë lloj këndvështrimi edhe projekti e ngona ju qas ndërtimi të rrjeteve tematike që do të thotë sipas temave të caktuara që organizatat mbulojnë. Aktualisht pjesë e rrjetit e ngona janë rreth 54 organizata, nga rreth 90% që janë të regjistruar në regjistrin e OJF-ve në Shqipëri, të cilat janë të shtrirë në të gjithë territorin. Rrjeti i organizatave e ngona është i hapur për çdo që dëshiron të bëhet pjesë dhe këtë mund ta bëjë në portalin engona.al. Është një mundësi, një hapësirë e krijimit edhe të aleancave potenciale mes organizatave. Dhe ka patur edhe raste të caktuara suksesi do thosha në këtë aspekt. Për shembull është një nismë ndërmarrë nga kolegët tanë në Maqedoninë e Veriut për të mbrojtur vlerat natyrore dhe të trashëgimisë historike të liçenit të Ohrit, ku shumë organizata që janë pjesë e rrjetit e ngona ju bashkuan kësaj nisme duke ndërmarrë letra të hapura shqetësimi drejtuar edhe institucioneve tona këtu në Shqipëri apo peticione e tjera me radhë.